Zoti Talat Xhaferi, para se të dilni dhe të flitni, të akuzoni dhe të kritikoni, ju a keni për borç të tregoni opinionit, ju si ish oficer në armatën popullore të Jugosllavisë, si keni arritur atje të bëni oficer. Dihet botnisht se në ish Jugosllavi çdo njeri që është bërë e pror apo oficer në atë armatë është dashur ta kalon filtrin dhe të pranon, të bashkëpunon me udhën e famshme. Këtë ju duhet, s'pari për veti të thoni. Botnisht dihet, keni bët shmos të gjeni një fakt dhe ta akuzoni ndonjë antar të BDSH-s, nuk ka. Për fat të keq edhe gjithë shqiptarëve, shpionët janë nga ju. BDSH-ja është e pastër dhe këtë e thonë të gjithë. Ju kishit probleme dhe e tanishmja vuajtjet e popullit shqiptar e tregojnë mas miri këtë. Mas miri. Jo, Bashkimi Demokratik për Integrim, me forcën dhe me moralin e tij, vazhdoi të bëj politikën dhe do të vazhdoj më tej në fitore të reja në interes të kombit shqiptar, në interes me të vërtetë të asaj popullate e cila po e mbështeten në zgjedhje parlamentare rresht disa herë. Dhe ju në zgjedhje parlamentare dhe vendore ju ka treguar ku e keni vendin. Faleminderit. Zoti Arbella Bënishta shpesh herë fjalorin tuaj përmendi fjalën demagog. Po mirëve, a nuk ishit ju që nuk e përkrahat këtë ligj në Komisionin për Sistem Politik? Ju ishit që nuk votuat. Këtë ligj tash nuk votuat, sisht kaloj me votën tonë. Kjo është demagogji. Po ne e dim se e keni bërë atë. E keni bërë që të merreni vesh, që të vazhdon puna si kështu. Ti din, mjafton ti din spionat vetëm vëmëroja dhe ju më të bëni më të ngrisni zarin për ma ndej, më s'dalin shesh. Ju mund bëni çdo lloj marrëveshje mo në vëmëron, po një send ta dini se popullata shqiptare përfundimisht e ka kuptuar se kush jeni. Andaj e dini ata si thrisnin kur protestonin. Nëse keni harruar, mund t'u them. Edhe atë kryesorin. O Elio Tradhtar, ti e shkasje shqiptar. Këtë e flisë.